أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فلندريمي تقون الله سبحانه وتعالى Pacha mëshira Allahut, lutjet më të mira në qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët kanë ndjekur rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, dëshiroj me ju të ndaj një ndodhi e cila ka ndodhur dje, por nuk ka ndodhur për herë të parë. Ndodhi edhe të hanën, ndodhi edhe javën e kaluar kështu me radhë, po përsëritet. Është një ndodhi që e brengot çdo besimtar. Është një ndodhi e cila e shqetëson çdo besimtar. Dhe është një ndodhi e cila duhet ta ndal dhe ta frenoj dhe ta bën të mendoj çdo besimtar. Na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na ka tregu për këtë ndodhi. Na ka tregu detajisht për këtë ndodhi. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka disa njerëz të cilëve Allahu subhanahu wa ta'ala ja dëgjon lutjet. Ka disa njerëz të cilëve Allah subhanahu wa ta'ala ja shef veprat. Ka disa njerëz të cilët Allahu i shef të përkulur me lot në sy, duke qarë, duke lut Allah subhanahu wa ta'ala, por nuk ju përgjigjet atyne. Nuk ja pranon atyne. Ja refuzon dhe i privon nga njerëz tjerë të cilët ndoshta shumë janë ma gjunahçar të mëdhej, por nuk e kanë këtë cilësi dhe këtë veti. Transmeton Ebu Hurajra nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe hadithin e ka shënuar Imam Muslimi. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Tuftahu abwab al-jannah", dyert e xhenetit hapen çdo të hënë dhe të enjte, çelen dyert e xhennetit. Dhe këto janë ditët në të cilët, siç na ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur është pyetur se pse po agjeron të hënën dhe të enjten, ka thënë është ajo ditë kur ngriten veprat tek Allahu dhe unë dëshiroj që atë ditë të jem agjërueshëm. Hapen dyert e xhennetit. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ja fal të gjithë njerëzve mëkatet, të gjithë besimtarve mëkatet të cilët kërkojnë falje tek Allahu subhanahu wa ta'ala, përveç disa njerëzve. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përjashtohen nga kjo mëshirë dhe përjashtohen nga kjo falje ato persona të cilët janë besimtarë dhe janë të prishur njëri me tjetrin. Dhe nuk flasin njëri me tjetrin. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Dahuma hatta yastaliha." Leni, mos ja pranon faljen. Leni, i thot melekve. Mos i shkruajnë listën e njerëzve që janë falur. Dhe këtë e përmendën 3 herë. I refuzon 3 herë, vëllezër. Ka në transmetim tjetër, thot të gjithëve ju ngriten veprat tek Allahu subhanahu wa ta'ala,
përveç atyre të cilët janë të prishur njëri me tjetrin. Kalon Ramazani, kalojnë ditët, njerëzit të ngarkuar në mëkate, o Zot më fal, o Zot më shiro, o Zot për ty agjeroj, o Zot për ty po bëj iftar, o Zot për ty po ri pa ushqim, o Zot më fal mëkatet, ju falen të gjithëve, disave nuk ju falen. Nuk ka përjashtime këtu, as për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e as për askënd i cili vjen pas tyre dhe prishet besimtari me besimtarin për hir të dunjas, për hir të egos, për hir të epshit, dhe është i gatshëm që ta pret melekun e vdekjes në gjendje pa e falur Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot vëllezër, në hadithin që ka shënuar Abu Davudi e transmeton Enesi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot: la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru. Thot mos e urreni njëri tjetrin, mos e keni hased njëri tjetrin, mos e ktheni shpinën njëri tjetrit, por bëni vëllezër të Allahut, rob të Allahut vëllezër. Nuk i lejohet besimtarit që të mos i flet besimtarit më shumë se 3 ditë. Haram e ka, gjuna i shkruhet, si ngriten veprat, i shkruhen gjunahet vazhdueshme, se janë disa gjunahe vëllezër të cilin e bën një herë edhe të shkruhet për atë gjuna. Ka disa gjunahe të cilët janë non-stop të vazhdueshme, janë aktive, ato punojnë. Sikurse që është mbulesa te gruaja, sikurse që është veshja e arit tek burrat, sikurse është prishja e zemrave mos muslimanëve, mas 3 ditëve fillon dhe kucatën dhe shënon gjinahet, vazhdojnë gjinahet. Ngarkohet njeriu, kërkon falje, o Zot, nuk i pranohet. Thot: o Zot, adhurimet e mia s'të pranohen. Jo vetëm kaq vëllezër. Të tregoj një hadith ende më të frikshëm. Ende më të frikshëm, që transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka transmetuar Abu Huraira, shënon Abu Davudi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: nuk i lejohet besimtarit ta ndërpret kontaktin apo të jetë i hidhruar me besimtarin më shumë se 3 ditë. Dhe kush vdes në këtë gjendje, dakhala an-nar, hyn zjarr xhenemit. Hadithi është i vërtetë. Dhe kush vdes në këtë gjendje, hyn zjarr xhenemit. Besimtari vëllezër, kur e dëgjon fjalën e Allahut, kur e dëgjon fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nasihatin e parë të cilin duhet ta merr për veten e vet. Ta gjen veten e vet në këtë nasihat. Those për mu po flet Allahu. Për mu po flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E jo ta mashtron shejtani që topin të cilin duhet ta mban ai, tenton t'ja hudh dikujt tjetër, thu se ky është melek, ndërsa ajetet e Kuranit dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë zbritur për tjera njerëz, për të gjithë, por jo për mu. Lusë Allahu subhanahu wa taala të na përmirëson gjendjen tonë, të na vetëdijson neve, se vallahi dalin njerëz para Allahut me sevape sa kodrat, me sevape sa malit, fejegjaluha Allahu haba'an manthura. Allahu subhanahu wa ta'ala, si shkak i ngarkesës me cilin e ka ngarku veten e tij, i bën pluhun dhe i bën hi. Thot Allahu: faqadimna ma amilu min amal, ne jabim vepra që i kanë bë, feja'alnaha haba'an manthura, dhe i bëjmë ata pluhun dhe hi. أقول ما تسمعون
wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Vëllezër të nderuar, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surat Al-Imran ajeti 103: wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dhe kapuni të gjithë për litarin Allahu subhanahu wa ta'ala dhe kursesi mos u përçani. Dhe kursesi mos i prishni zemrat mes veti. Jo vetëm kaq vëllezër, është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që hyn në namaz dhe i kthehet besimtarve dhe i thot: afroni safet, ngushtoni safet, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, mos leni distanca, mos i mbani shtremt safet, që të mos ju distancohen zemrat, që të mos ju shtrembohen zemrat. Ja, subhanallah, urtësia e ngurësimit safeve, adhurimit më madhështor me Allahun subhanahu wa ta'ala, takimin me Allahun, kur zohet ngushtimi dhe ofrimi i tyre që të mos përçohen zemrat, ndërsa besimtarët sot hynë në safe, tu tentu t'i ngushtojnë me zemrat përçohen. Tu tentu të respektojnë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të cilën ai urdhëroi që të mos binë në të cilën kanë ra, këto vinë gatshëm të përgatitur, të përçam dhe lidhen me një saf dhe bojnë doa: o Zot na fal, o Zot na prano. Ku o vëllezër? Me cilat rregulla veprojmë? Kush na ka mësuar kështu? Allahu subhanahu wa ta'ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo. E mësues tjetër nuk kena. Allahu subhanahu wa ta'ala i këshillon besimtarët që jo vetëm që të mos prishen, po që se shohin ndonjënin i cili i ka te i kalu më shumë se 3 ditë. Se është e hanja 3 net, si shka në hadithin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe vjen e intja, ku duhet mu ngrit veprat, zgudzon me të ngrit veprat, se derisa të vjen e hanja tjetër që se ti si e pajtu, vdes të Allah subhanahu wa ta'ala, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot hynë zjarë. Për këtë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos i leni për mi 3 ditë. Edhe në që se i shifni, shkoni pajtoni: la khajra fi kathiri min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bejnë nas. To muhabete çka bohen në shumicën e tyne nuk ka hajër, thot Allah subhanahu wa ta'ala, përveç ato të cilët urdhrojnë që me dhanë rrugën Allah subhanahu wa ta'ala, ato të cilët urdhrojnë me bo punë të mira, dhe ato të cilët urdhrojnë me pajtu mes njerëzve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: innamal mu'minuna ikhwa. Bile ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala në suratul Hujurat: innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum. Me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Kur ka ardhur kjo innama, do me thonë se vetëm besimtarët janë vëllezër, dhe në momentin kur ju se llogaritni njëri tjetrin si vëlla, nuk jeni besimtar siç duhet me qenë. Thot dhe pajtoni mes muslimanëve. Dhe për fund vëllezër, besimtarët ndodh që të shqetësohen, ndodh që të ketë mos pajtime, ndodh që ta thot një fjalë e tjetri ta kthen të njëjtën. Më e mira është falja. Edhe pse, nëse dikush ta thot një fjalë që është e nivelit të edukatës, lejohet që t'ja thush, nuk them se s'lejohet. Por besimtarët e vërtet kërkojnë më të lartën. Imam Ahmedi, vëllezër, e keni dëgju, është provu në sprovën
e krijimit të Kuranit, i kanë thënë Kurani është i krijuar, i ka thënë, Kurani është fjala e Allahut, nuk është e krijuar. Edhe e kanë marrë, e kanë torturu, e kanë dënu në moment të vdekjes. Është në shtratin e vdekjes Imam Mahmedi dhe i troket dera. Del djali i tij Abdullahi dhe i thot djali shka çele derën, del djali i tij, kur e shef? Kush ka ardh? Ka ardh ai personi i cili e ka dënu. I ka kput kamxhikt, i ka thy kamxhikt në shpinën e Imam Ahmedit. I ka thonë, ti çka don? I thot, ka marrë mi kërku babës tënd halal. Ka thonë, babës tem ti halal? A din çka i ke bëu babës tem? Thot, ka marrë mi kërku halal. Tashmë tu vdek. Shkon te Imam Ahmedi, Abdullah i thot, o bab, ka ardh filani, xhelati, çka të ka dënu, çka të ka rre, çka për të hak, për të vërtetën, për mbrojtjen e fjalës së Allahut. Thot, çka don? Thot, me ja bë halal, thot halal e ka. I thot, o bab, xhelati, ai çka të ka dënu, thot halal e ka. Thot, o birjem, a nuk e din se në ditën e gjykimit Allahu subhanahu wa ta'ala pasi që gjykon mes njerëzve, ky ka hyn hak, ai ka hyn hak, ky ka hyn hak, thot, ku janë ata të cilët jo a kanë falë për hir timen, le të qohen kam. Thot, a nuk e ke dëgju fjalën Allahu subhanahu wa ta'ala, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Thot, ai cili fal dhe e kthen ma të keqen me të mirë, thot, shpërblimin e ka te Allahu. Thot, qohuni ju që keni prit shpërblim për mu, thot Allah subhanahu wa taala. Tjerët e kanë marrë një me një, dikuja ka kthyn dinja, dikuja atje jep gjënaje se vape, e Allah thot, ju për hir timen, e unë e di tash si shpërblej për juve. Ka përmend vëllezër dhe me këtë do ta përfundoj. Më herët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, më i miri është ai i cili fillon me selam dhe shkon pajtohet. Pastaj në këtë ajet ndërlidhet diçka shumë interesante. Thot, ai i cili falen dhe përmirëson mas asaj, jo ta kumbo halal, ja. Kallëzomat ka mbet diçka në zemër. Qëse të ka mbet diçka në zemër, s'ja ke bo halal. Qëse të ka mbet prap në zemër diçka, jo, më për ta bëj halal, ama ja. Qëndron një ditë Ebu Hurajra me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe njëri ja thot disa fjalë, Ebu Hurajra as folën, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam heshtën dhe buzëqeshën. A di pse buzëqeshën? Jo pse ky i flet, po pse Ebu Hurajra s'ja kthen. Një moment ai e tepron Ebu Hurajra Ebu Bekrin, falin ndërsa e transmeton Ebu Hurajra. Qëndron Ebu Bekri me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, një person ja thot disa fjalë. Ebu Bekri s'ja kthen buzëqesh, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me rastin e Ebu Bekrit. Dhe fillon Ebu Bekri dikur ja kthen. Qohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pi mezhlisit. Vrapon Ebu Bekri masi thot, ja Rasulullah, pse po ik? Ai vetë pa ti fojet, 100 fjalë mi tha. Çka s'm tha? Tha, o Ebu Bekr, kur hesh shetit mbrojshit me laiket, kur ja nise me foler shejtani, tha, unë s'rri në mezhlis me shejtanin. Unë s'rri në mezhlis me shejtanin. Lusallahu subhanahu wa taala mos na bën neve ambasador shejtanëve, që na ta kryjm punën e shejtanëve. Lusallahu subhanahu wa taala të na përmirëson gjendjen tonë, na bën neve të vetëdijshëm, të jetojmë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Nuk ndodh, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që dikush ta ul veten për Allahun vetëm se kam ngrit Allahu subhanahu wa taala. Lusallahu subhanahu wa taala ti ndihmon muslimanëve kudo që janë, ti bashkon zemrat e muslimanëve. Mos bashkimi i zemrave të muslimanëve është arsye e vonimit të fitores së muslimanëve në përbot, dhe është arsye e vdekjes fëmijëve dhe të grave dhe të njerëzve të pafajshëm. Të gjithë kena dorë aty, me gjenahet tona, me hidhrimin ton, me mos përkushtimin ton sa duhet. Lusë Allah subhanahu wa taala, siç na ka mundsu të takohemi këtu, takohemi në xhennetet e larta të tij. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa aqimis salat.